Në fundin e muajit të Ramazanit, kur solidariteti dhe ndihma për njëri tjetrin marrin kuptim edhe më të veçantë, shoqata humanitare Bereqeti në bashkëpunim me Dianetin e Turqisë ka nisur shpërndarjen e 1200 pakove ushqimore për familjet në nevojë në Kosovë. Vetëm gjatë ditës së sotme në Prishtinë janë shpërndar 200 pako ushqimore për jetimat, rastet sociale dhe kategoritë ndryshme të shoqërisë që kanë nevojë për mbështetje. Ambasadori Turqisë në Kosovë, Sabri Tunç Angëll, theksoi gatishmërinë e qeverisë dhe popullit turk për të qëndruar në ndihmë të popullit të Kosovës, edhe në këto ditë të bekuara të Ramazanit. Ai tha se vlera e solidaritetit dhe bujarisë janë vyryte të këtij muaji dhe njëkohësisht karakteristikë e dy vendeve tona amike. Kryeimami i Kosovës Vedat Sahiti ka falendëruar qeverinë dhe popullin turk për përkrahjen e vazhdueshme. Dua të falenderoj ambasadorin për prezencën e tij, me këtë rast edhe përmes tij dua të falenderoj edhe qeverinë turke dhe popullin vëllai turk për ndihmat që na kanë ofruar gjatë gjithë kohës, në veçanti për këto ndihma humanitare që tani më janë edhe simbol i solidaritetit dhe bujarisë së tyre, dhe tani më kemi realizuar një sër projektesh humanitare që kanë të bëjnë me mirëqenien e besimtarëve tanë, edhe në ndihmat dhe në pakot ushqimore që po shpërndahen. Në anën tjetër, edhe nga komuna e Prishtinës vlerësuan lart përkrahjen e Turqisë ndaj Kosovës, jo vetëm në këtë muaj të Ramazanit, por në vazhdimsi. Me këtë rast, gjej rastin të falenderoj shtetin mek turk për ndihmën e dhënë, jo vetëm sot, jo vetëm në këtë muaj të Ramazanit, por në secilën ditë të vitit, duke qëndruar pranë popullit të Kosovës, e në veçanti familjeve më në nevojë. Shpërndarja e pakove ushqimore do të vazhdojë edhe në ditët në vijim në shtetet të ndryshme të Kosovës, duke sjellë ndihmë konkrete për familjet që kanë më së shumti nevojë gjatë këtyre ditëve të Ramazanit. Po ashtu gjatë këtij muaji, Dianeti i Turqisë po vazhdon edhe shtrimin e 1500 iftarëve për besimtarët muslimanë në Kosovë. Liri me ju në çdo iftar.